Mbrëmja e djeshme ka qenë festive për familjen e Mateos, pasi motra e tij, Casey, ka festuar ditëlindjen. Megjithatë, sytë e ndjekësve kërkuan me ngul një personazh shumë të dashur për publikun, Brikenën. Mungesa e saj në festën e konatës ngriti menjëherë pikpyetje në rrjetet sociale, por Mateo nuk ka vonuar të sqarojë gjithçka. Përmes një mesazhi në kanalin e tij në rrjetet sociale, Mateo ka treguar se arsyeja e mungesës kishte të bënte me një impenim të pashmangshëm të Brikenës. Fatkeqësisht, Briki nuk ka pasur mundësi të vijë ditëlindja e Caseyt, sepse ka pasur prerë biletën e avionit shumë më parë se të dërgoheshin ftesat dhe ka pasur shumë herë të mëngjes nisjen. U shpreh ai duke mbyllur me një dedikim të ëmbël: "Më mungon vajza ime." Nga ana tjetër, vetë Brikena ka vërtetuar fjalët e partnerit të saj. Mëngjesin e sotëm ai ka ndarë me ndjekësit nestor nga aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës. Edhe pse nuk mundi të ishte fizikisht në festë, Brikena dhe Casey kanë dëshmuar lidhjen e ngushtë që po krijojnë me njëra tjetrën që prej daljes së Brikenës në gjysmëfinalen e shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.